Me mbi 80 portrete të punuara në stilin realist u prezantua piktori Fatmir Vasjari para ardashësve Dursak në ekspozitën e tij të 4 personale. Të gjitha portretet ishin realizuar përgjatë viteve 2023-2025, duke dëshmuar kështu punën voluminoze që ka bërë artisti në telajo në 3 vitet e fundit. Përveç portreteve të mirënjohurve Mojkom Zeqo, Mirushka Bashi të tjerë, bini në sy dhe portretet e familjarëve të Vasjarit, të punuara me mjaft dashuri. E përbashkëtaj të gjitha tablove, ërse ato përcjellin fytyra plot dritë dhe shpesh të përngjajnë me një fotografi të pikturuar. Aq besnik është treguar piktori për të përcjell linjat e portretit. Këto janë gjithë punët që kanë bërë që nga viti 23 deri në 25. Fjalavrësisht 3 vjet janë të punë që janë këtu. Janë kryesisht portretet familjarëve të mi, miqve të shokëve të mi, njerëz njohur të qytetit. Për mikun e tij të fëmijërisë, skulptorin e njohur Idris Balani, kjo ekspozitë e Fatmir Vasjarit dëshmon gjithë përkushtimin e tij për pikturën. Në këtë ekspozitë përgjithsisht shohim që ja ka dedikuar përgjithsisht portreteve miqve të familjes, shokëve, miqve të vet dhe shikojmë domethënë një gjë të tillë, një predispozitë të Fatmirit, i cili përpiqet që t'i vizatojë mirë, t'i ketë në karakter, t'i ketë në ngjashmëri, të lëvizë me ngjyrat, pra të na jap, si më thënë, edhe ditën e sotme nëpërmjet këtyre portreteve, të cilët domethënë unë i shoh me shumicë dhe që tregon për atë punë të jashtëzakonshme që bën Fatmiri. Kjo nuk është e vetmja ekspozitë personale e Fatmir Vasjarit për këtë vit. Në Vjeshtë, piktori Dursak synon të sjellë para ardashësve ekspozitën e radhës, në të cilën do të ekspozojë të gjitha natyrat e qeta punuar gjatë viteve të fundit.